Mungesa e higjienës dhe kushteve për mësim në shkollën fillore Panajot Ginovski në komunën e Butelit ka detyruar prindërit të ndalin fëmijët nga mësimi për disa ditë. Ajo që detyroi prindërit për këtë vendim ishte paraqitja e minjve jashtë dhe brenda objektit të shkollës, duke rrezikuar shëndetin e fëmijëve. Disa nga nxënësit që anketuan për Alisat tregojnë në detaje për kushtet në shkollë, ndërkohë që kamerat e mediave nuk u lejuan të filmojnë brenda shkollës. Gjendja është shumë e tmerrshme, higjiena është e paskajshme, domethënë është shumë papastërt dhe këto ditë kemi hasur edhe minë, të cilat po kalojnë për shkollë dhe është domethënë nuk është një vend i sigurt që ne të mësojmë, sepse është e tmerrshme gjendja. Toaletet e shkollës nuk i shfrytëzojmë, është shumë papastërti, toaletet janë do të prishta, nuk janë të pastërta, klasat janë gjendje shumë të keqe. Në vitin e parë i na kanë 3 muaj pa derë, nuk na kanë vënë derën. Shumë papastërsi, bordhokat na do të mi marrë, do të mi gjujt derin poshtë, nuk e di çfarë shkolla kjo papastërsi. Dhe me lecka që e pastrojnë, ç'më than, dyshemën e pastrojnë edhe bankat që ne hajmë ushqim. Që cekja dhe kjo kina një gjyqëtor pa derë, gjyqëtorin e ditë një muaj e gjysë, kina shku në kabinet, o kanë ftoftë dhe s'kina pas kushte për mësim. Të revoltuar, prindërit e thanë se kërkesat e tyre për higjienë dhe rikonstruim të shkollës nuk përfillen nga drejtoresha. Unë çdo ditë gati se i sjellin fëmijët këto, toaletet janë gjendje alarmuese, çdo herë që hym në shkollë ndjejmë erën prej toaleteve, klasat gjithashtu janë gjendje tmerruese, bankat nuk i plotësojnë kriteret, domethënë që janë të gërbishura, fëmijët i prishin veshje çdo ditë. Ka edhe xhama thyera që mund të mbinë mbi kokën e fëmijëve. Dhe kjo tash e fundit me paraqitjen e minjve, domethënë po e mbushi kupën dhe për atë shkak kemi mbledhur sot këto që sa më shpejt shkollat të zgjenë zgjidhje. Jemi duke propozu në çdo mbledhje të Këshillit që higjiena le të jetë më e pashtë, higjiena le të jetë më e pastër, mirë po nuk kanë marrë asnjë farmase. Pastrueset rinë tankohen, pinë kafe, pinë cigare, drejtoresha nuk i urdhëron, ato nuk marrin urdhra prej saj, nuk e di çka janë të bë, çast që e kanë pru punën me u paraqit edhe mint në shkollën tonë. Pavarësisht tentimeve, drejtoresha refuzoi të prononcohet për këtë problematik, ndërkohë nga komuna e Butelit e thanë se ky bojkot është i nxitur politikisht, ndërkohë që dezinfektimi është kryer në shkollë.